Aleanca e Atlantikut Verior duket se po I jep fund viteve të tëra kursim në buxhetin e mbrojtjes. Sipas sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, aleatët evropian, antar të NATO-s dhe Kanadaja kanë rritur shpenzimet e mbrojtjes me 3.8% gjatë vitit kaluar, ose 10 miliard dollar më shumë se 2015 dhe tendenca vazhdon në të njëjtin drejtim. Shpenzimet në mbrojtje janë rritur mes aleatëve europian dhe Kanadas, më shumë nga sa kishin parashikuar fillimisht, por është absolutisht jetësore që ne të ruajmë ritmin. Këto komente Stoltenberg I bëri një ditë përpara takimit me sekretarin amerikan të mbrojtjes Jim Mattis. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër shpenzimet në mbrojtje të Evropës, duke thënë se antarët e NATO-s duhet të japin kontributet e tyre të plota dhe të duhura financiare, edhe pse rritja e shpenzimeve të vitit kaluar I atribuohet në pjesën më të madhe aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë dhe shqetësimeve për militantët islamik. Sidoqoftë, Stoltenberg thanë se Trump kishte nënvizuar nevojën për më shumë shpenzime në mbrojtje në 2 telefonatat që ata të dy kanë pasur, por pa lënë më një në rëndësinë e ndarjes së drejtë të peshës financiare.